إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për Tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, kushdo që dëshiron ta shoqëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet, e ka rrugën e qartë shumë. Nuk është një rrugë e cila është e errët, sekrete dhe e fshehtë, që kushdo që do ta trason atë rrugë, duhet me pas edhe ka shumë vështirë për me gjetë ata. Jo, përkundrazi, është rrugë shumë e qartë, vetëm se dush me pas dëshirë dhe me vërtetu me vepra se ti me një mend e ki me trasu këtë rrugë dhe me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet. E kjo rrugë është bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha me një hadith pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Men ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kushdo që më bindet mu, ka me hinë xhennet. Dhe kushdo që më kundërshton mu, ka refuzu me hinë xhennet. E i thanë sahabët: "Ja Rasulullah, wa man ya'ba?" A ka kush ja Rasulullah që refuzon me hinë xhennet? Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba." Ta kushdo që më bindet mu, ka me hinë xhennet. Dhe kushdo që më kundërshton mu, vetëm se ka refuzu, sepse hadithin fillim është: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Çdo kush prej ummetit tem ka me hinë xhennet, përveç atij që refuzon. Andaj o vëllezër, kushdo që thot dhe dëshiron me kon xhennet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është vetëm fjalë gjuhe dhe një slogan që duhet me ngrit dikush ose dëshirë, po kjo duhet të praktikohet, duhet të përkthehet në vepra. Nuk është vetëm pretendim me thonë se unë e du me kon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet, ndërsa ndërkohë që këtë dunjë ti refuzon dhe ja kthen dhe kundërshton dhe ja kthen pas shpine urdhat dhe porositë e tija. Nuk është bindje ndaj Allahut dhe pejgamberit alaihi salatu wasalam veç në xhami me kon. Valla në xhami unë po i bindem Allahut dhe pejgamberit alaihi salatu wasalam, mi po jashtë xhamis, këto mos më gushto. Jo ti duhet të bindesh Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në shtëpinë tonë me familjen tonë, duke u qenë i sjellshëm me ta, i butë me ta dhe i përgjithshëm me ta. Po edhe në punën tonë duke krye emanetin, edhe pse ndoshta nuk shet dikush prej krijesave, po që Allah azza wa xal, dhe ti ke obligim ndaj Allahut të emanetin që e ke marrë përsipër ti me kry me çun vend. Në pazar, mos me mashtru dhe me gënjy. Dhe kjo është bindje ndaj Allahut azza wa xal dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra nuk është vetëm fjalë gjuhe, po shjet që duhet ti të ajetosh. Do të bindesh Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam namazet tan. Namazi është peshorja më e mirë për me ditë ti vet sa jam unë i bindur ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse ti je i kujdesshëm ndaj namazit, lum për ty. Mi po nëse në te neglizhon dhe le pas shpine, le pas dore namazin, veç arrin veten se je i bindur Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe më pas veç arrin veten se vallon du me kanë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet, aknena namazit ti për namazin nuk kujdesesh. E nëse kujdesesh për 5 kohë të namazit, të kujdesesh ti krysh ato që ka kry pejgamberi alaihi salatu wasalam. Praktikisht po edhe me shpirt, jo të përkulet trupi jot, fiziku jot në xhami, ndërsa zemra dhe mendja e kelon dikun tjetër. Po fizikisht, po dhe praktikisht dhe shpirtërisht ti bindesh dhe përkulesh Allahut azza wa jalla namazin tan. Je bind Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam atëherë kur ti edhe i bindesh edhe në gjuhën tonë. Mos lëvizë gjuhën vetë se duke fol mirë. E nëse s'ki diçka mirë me thon, atëherë është më mirë. Mos përgojo, mos bër fjalë, mos rrej. Mos mashtro, mos nënçmo.
Mos u ban për atyre që me punët e tuja, me adhurimet tuja ke fitu se vape, me namazë, me sadaka, me agjerim, me Kur'an, dhe më pas me gjuhën tonë ti ato se vapi asgjëson dhe i hub. Je bindë Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam atëherë kur ti bindesh edhe në pasurinë tonë, duke u kujdes që ta fitosh çdo dinar me halal dhe me djers, dhe kur ta shpenzosh ashtu siç është i kënaqur Allah azza wa xal. E jo ta përzish dinarin tanë me mashtrim dhe me rrena dhe me bejë rrenshme me kamata, sepse kështu nuk don Allah azza wa xal dhe kështu ti veç e mashtron veten se do me kanë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet. Andaj vëllazër, kushdo që i bindet Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam kësaj, pra i bindet në xhami, po i bindet edhe në shtëpi, i bindet rrugë po edhe në punë, i bindet kur është vet, por kur është edhe para tjerëve, sepse Allah azza wa xal gjithsesi çdo herë ka me vete. Kushdo që i bindet Allahut kudo që është, ai me lejen Allahut ka me kon shoqëruesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhennet. Me lejen Allahut xhalla xhelalu, Allah na bëj tyre. Nusim Allah subhanahu wa taala na bën për atyre që i bindemi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kudo që jemi. Dhe lusim Allahun xhalla xhelalu, na bën për atyre që kemi me pi prej dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe haudet të tij, dhe gllëng që pas asaj gllëngës s'ka me pas më etje njeriu. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala na bën për atyre që shoqërojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة